Kalojmë te rubrika e pëlqyer e Ornelës që quhet rubrika thyerje. Thyerje. A vash mos e bëj ashtu. Ashtu është thyerja, si është. Elefanti vodhi një thes me sheqer. Milingona vodhi një kokër. U bën nami, shkruan të gjitha mediat. Në fakt, vetëm Milingona doli para gjyqit dhe u dënua. Elefanti, hiç. Ndërkohë thesi me sheqer e mbante me vete, madje e mbante në kuriz. Dhe her pas here, në rast të festash, u jepten ai kokër sheqer kafshëve të tjera, të cilat vazhdimisht e bekonin dhe e falënderonin. Elefant jo shaka. Elefant. Elefant me noçk. Kur ishim të vegjël, na mësonin se si bufi ndjell fat të keq. Se sora paralajmëron rënim dhe se macja e zezë është gjind. Atë bot na mësonin se dhelpra është dinake, se ujku është i pabes, se deveja e ruani natin në zemër, se qeni është i pisët dhe se gomari është budalla. Na mësuan shumë tipare të kafshëve, por asnjëherë ne nuk i gjetëm këto te kafshët. Ama kur u ritëm të gjitha këto karakteristika, i gjetëm të moshiruara tek njerëzit. Faleminderit shumë regjia dhe